Pasi humbi bashkëshorten, një baba miliarder rrëzohet kur mëson se 3 vajzat e tij kanë vetëm 2 javë jetë. Kur gjithçka duket e humbur, shfaqet një grua pa arsim mjekësor, duke sjell jo ilaçe, por një besim të palëkundur në jetë. Ajo që askush nuk e di është se pas forcës së saj fshihet një premtim i heshtur bër vajzës që ajo vetë nuk arriti ta shpëtonte. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Heshtja rëndonte si një batanie mbytëse mbi vilën në zonën e liçenit të Farkës. Ishte ajo lloj heshtjeje që nuk lindte nga paqja, por nga një dhimbje aq e thellë sa kishte thithur të gjithë tingujt e jetës nga ajo shtëpi. Ardian Meta ecte nëpër korridoret prej mermeri me hapa që i bënin njehon zbraztirës, sikur të ishte një i huaj në shtëpinë e tij. Kishin kaluar 2 vjet që kur Mirela ishte larguar. 2 vjet që kur kanceri i kishte marrë jo vetëm gruan, por edhe gjithë gëzimin që dikur kishte mbushur çdo cep të atij vendi. Dhe 3 vajzat e tij, thesaret e tij, ishin bërë hije të vetvetes. Besa, Klara dhe Sofia. 7, 5 dhe 4 vjeç respektivisht. Vajza që më parë vraponin në përkopshte si flutura plot ngjyra, që e mbushnin shtëpinë me të qeshura kristalore dhe prapësira pa fund. Tani, mezi dilnin nga dhoma. Mezi flisnin. Mezi hanin. Ardiani ndaloi para derës së dhomës së Besës, më të madhes. Përmes të çarës mund ta shite të shtrirë në krevatin si i princeshave, me flokët gështenjë të shpërndarë në jashtëkun roz që Mirela e kishte zgjedhur me aq dashuri. Vajza shikonte tavanin, e palvizshme si një kukull e braktisur. Doktor Kërçova kishte qenë i qartë në konsultën e fundit. Vajzat po zhvillonin një gjendje të rëndë depresioni fëmijëror. Humbja e nënës, e kombinuar me izolimin emocional të babait, kishte krijuar një mjedis toksik. Sistemi imunitar i të trijave ishte komprometuar. Besa kishte humbur 5 kg në 2 muaj. Klara nuk fliste për javësh. Sofia kishte zhvilluar kriza paniku që e linin pa frym. Ardiani mbylli syt dhe mbështeti ballin në derën e ftohtë. Si kishte arritur deri këtu? Ai, që dikur ishte një baba i pranishëm, shakator, që shpikte histori të çmendura para gjumit dhe i mësonte vajzat të ngisnin biçikletën në kopsht. Pasi Mirela iku, diçka brenda tij ishte thërmuar në atë mënyrë sa nuk arrinte më të lidhej me vajzat e tij. Kishte provuar gjithçka. Psikolog fëmijësh, terapist familjar, mjek privat. I kishte çuar vajzat në udhëtime, u kishte bler lodra, kishte punësuar animator. Asgjë nuk funksiononte. Ishte sikur një mur i padukshëm të ishte ngritur mes tyre, dhe sa më shumë përpiqej ta rrëzonte, aq më i lartë bëhej. Në anën tjetër të korridorit, infermierja Anila doli nga dhoma e Klarës me një tabaka të paprekur. Përsëri, vajza kishte refuzuar të hante. Syt e profesionistes takuan ata të Ardianit dhe ajo tundi kokën me trishtim. Zoti Ardian, duhet të flasim, përshpëriti ajo duke u afruar. Vajzat nuk mund të vazhdojnë kështu. Klara po dobësohet çdo ditë më shumë, dhe Sofia u zgjua 3 herë gjatë natës me makthe. Besa. Zëri i saj u drodh. Besa pyeti nëse edhe ajo do të ikë si mami. Fjalët e goditën Ardianin si goditje thike. Ai u largua nga muri dhe zbriti shkallët drejt dhomës së ndenjes, duke u përpjekur të kontrollonte frymëmarrjen që ishte bërë e çrregull. Shtëpia, me mobiljet e saj të shtrenjta dhe dekorin e patëmet, dukej si një mauzole. Edhe bimët që Mirela i donte aq shumë ishin vyshkur, megjithse u iteshin çdo ditë. Ardiani i shërbeu vetes një whisky që nuk kishte dëshirë ta pinte dhe u ul në koltukun prej lëkure ku zakonisht lexonte gazetën mëngjeseve të së dielës, ndërsa vajzat luanin në tapet pranë këmbëve të tij. Tani, tapeti ishte bosh dhe gazeta qëndronte e palosur dhe e paprekur mbi tavolinën e kafes. Celulari i tij vibroi. Një mesazh nga vëllai i tij, Roberti, që pyeste nëse mund të kalonte në fundjavë për të parë mbesat. Ardiani shkroi një përgjigje automatike, nuk janë mirë për të pritur vizita. Ishte gjithmonë e njëjta justifikim. E vërteta ishte se ai nuk e duronte dot idenë që dikush t'i shihte vajzat e tij në atë gjendje të rënimit. Interfoni ra, duke i ndërprer mendimet e zymta. Kush mund të ishte? Ai nuk priste askënd dhe i kishte udhëzuar rojet e pallatit të mos lejonin hyrjen e shitësve apo vizitorëve të padëshiruar. Me ngurrim u përgjigj. Zoti Ardian?
Këtu është një zonjush që thot se ka ardhur për intervistën e punës. Ardiani rudhi vetullat. Çfarë interviste? Ai nuk kishte shpallur asnjë vend pune, nuk kishte. Atëherë i kujtohet. Javë më parë, në një moment dëshpërimi pas një krize veçanërisht të rëndë të Sofis, i kishte kërkuar Robertit të publikonte një njoftim duke kërkuar një kujdestare të specializuar. Më pas ishte penduar dhe e kishte harruar plotësisht çështjen. Zotëri, çfarë të bëj? Ardiani pshertiu. Meqense se gruaja ishte munduar të vinte deri aty, minimumi që mund të bënte ishte ta përcillte personalisht. Le të ngjitet. 5 minuta më vonë, dëgjoj hapa të lehtë në shkallë. Jo zhurmën e nxituar të takave të larta apo zhurmën e rëndë të këpucëve zyrtare, por diçka pothuajse muzikore, sikur personi të ishte duke kërcyer ndërsa ecte. Gruaja që hyri në dhomë ishte e kundërta e gjithçkaje që Ardiani priste. Nuk vishte uniform të bardhë, nuk mbante një dosje plot me certifikata, nuk kishte atë ajër serioz dhe profesional të kujdestarëve të tjera që kishte intervistuar muaj më parë. Ishte një grua e thjesht, rreth 35 vjeç, me flokë gështenjë të mbledhur në një topuz të çrregull dhe sy jeshil që shkëlqenin me një dritë që ai nuk e kishte parë prej shumë kohësh. Vishte një bluzë pambuku bojqielli dhe një fund të gjatë me lule. Mbante një çantë cope që dukej se kishte parë ditë më të mira, por ishte e pastër dhe e mirë mbajtur. Kishte diçka tek ajo që rrezatonte qetësi, sikur të mbante me vete serenitetin e një pasditeje të diele në fermën e fëmijërisë së saj. Mirdita, zoti Ardian. Unë quhem Elena Shkreli. Zëri i saj ishte i butë, por i vendosur. Nuk tregonte nervozizëm apo ankth. Ardiani i bëri shenjë të ulej në divanin përballë koltukut të tij. Dëgjo, Elena, duhet të jemi sinqert me ju. Mendoj se ka pasur një keqkuptim. Unë nuk po kërkoj më një kujdestare. Situata e vajzave të mia është e komplikuar. Shumë e komplikuar. Elena u ul dhe kryqëzoi duart mbi preher, duke e mbajtur shikimin të fiksuar tek ai. E di që po kaloj një moment të vështirë. Humbja e nënës është një nga dhimbjet më të thella që një fëmijë mund të përjetojë. Fjalët e saj ishin të thjeshta, por kishte diçka në mënyrën se si u thanë që e bëri Ardianin të drejtohej në koltuk. Nuk kishte keqardhje në zërin e saj, nuk kishte atë tonin përbuzës që ishte mësuar ta dëgjonte nga profesionistët. Ishte thjesht mirëkuptim i vërtetë. Ju keni përvojë me fëmijë që po kalojnë depresion? Kam përvojë me fëmijë që kanë harruar si të buzëqeshin, u përgjigj Elena. Dhe e di që ata nuk kanë nevojë për më shumë mjek apo ilaçe. Ata kanë nevojë për dikë që ende beson se ka jetë brenda tyre. Ardiani ndjeu një shtrëngim në gjoks. Ju nuk e kuptoni. Vajzat e mia nuk hanë siç duhet prej muajsh. Më e vogla ka kriza paniku. Ajo e mesit nuk flet. Më e madhja. Zëri i tij u mek, më e madhja më pyet nëse edhe ajo do të ikë. Elena u përkul pak përpara dhe Ardiani mundi të kuptonte se ajo po i kushtonte vëmendje çdo fjalë. Mund t'i takoj? Pyetja ishte aq e thjeshtë dhe e drejtë për drejtë sa Ardiani mbeti i habitur. Nuk mendoj se është një ide e mirë. Atyre nuk u pëlqejnë të huaj. E kuptoj. Por ndoshta unë nuk do të jem një e huaj për shumë kohë. Kishte diçka në besimin e saj që e intrigonte. Ardiani ishte mësuar me profesionistë që vinin me diagnoza, protokolle, metoda shkencore. Elena nuk kishte përmendur asgjë nga këto. Dukej se donte thjesht t'i njihte vajzat e tij si njerëz, jo si paciente. Kundër gjykimit të tij më të mirë, Ardiani u ngrit. Në rregull. Por ju paralajmëroj se ato ndoshta as nuk do t'ju shikojnë. Dhe ju lutem, mos bëni premtime për përmirësime apo shërime mrekullibërse. E kam dëgjuar këtë shumë herë. Elena u ngrit gjithashtu dhe Ardiani vuri re se ajo ishte më e shkurtër se sa i kishte imagjinuar, por kishte diçka në qëndrimin e saj që transmetonte një forcë të heshtur. Ata u ngjitën bashkë në shkallë dhe Ardiani ndaloi para dhomës së parë. Kjo është Besa, më e madhja. Ajo është. Por kur hapi derën, fjalët i mbetën në fytyrë. Besa ishte ulur në buzë të krevatit duke i shikuar drejt për drejt. Sytë e saj gështenjë, që nuk shkëlqenin prej muajsh, dukeshin pak më të gjallë. Sikur të kishte ndjerë diçka ndryshe në ajër. Elena hyri në dhomë me lëvizje të buta dhe u ul në gjunjë në lartësinë e vajzës, duke mbajtur një distancë respekti.
Përshëndetje, Besa. Unë jam Elena. Çfarë dhome të bukur që ke? Vajza nuk u përgjigj, por nuk e largoi shikimin siç bënte zakonisht me vizitorët e tjerë. Mbeti duke e vëzhguar Elenën me një kuriozitet të kujdesshëm. Elena shikoi përreth dhe vuri re vizatimet e fëmijëve të varura në mur, kukullat e rregulluara në raft, librat me përralla të grumbulluar në komodinë. Të pëlqen të vizatosh? Pash disa vizatime shumë të bukura atje në mur, Besa pohoi me kokë pothuajse në mënyrë të padukshme. Ardiani mbajti frymën. Vajza e tij nuk I reagonte askujt prej javësh. Ndoshta një ditë mund të më mësosh të vizatoj aq bukur sa ti, tha Elena duke u ngritur. Për momentin, erdha vetëm të takoja. Mirupafshim, Besa. Ajo doli nga dhoma pa këmbëngulur, pa u përpjekur të detyronte një ndërveprim më të madh. Ardiani mbeti I befasuar me qasjen e saj. Shumica e profesionistëve përpiqeshin t'i bënin vajzat të flisnin, të luanin, të reagonin menjëherë. Në korridor, ai përshpëriti, normalisht ajo as nuk I shikon njerëzit. Ajo thjesht po mbron zemrën e saj, u përgjigj Elena. Është një vajzë shumë inteligjente. Ata vazhduan drejt dhomës së Klarës. Vajza 5 vjeçare ishte shtrirë anash, e përqafuar me një arush pelushi të vjetër që kishte qenë dhuratë nga nëna e saj. Flokët e saj bjond ishin të shpupuritur dhe ajo dukej më e vogël se sa ishte në të vërtetë. Elena hyri dhe ul në dysheme pranë krevatit, por përsëri pa e pushtuar hapësirën e fëmijës. Përshëndetje, Klara. Çfarë arushi I lezetshëm. Si e ka emrin? Heshtje. Ardiani do t'i shpjegonte se Klara nuk fliste, por Elena ngriti dorën lehtë duke I kërkuar durim. Duket si një arush shumë I veçantë. Vëbas se ai ka jetuar shumë aventura me ty, Klara e shtrëngoi arushin pas gjoksit, por sytë e saj lëvizën në drejtim të Elenës. Edhe unë kam një arush të veçantë në shtëpi. Emri I tij është Teodoro. Ai është shumë I vjetër dhe ka disa pjesë të arnuara, por ende është I preferuari im. Për herë të parë pas javësh, Ardiani pa një shkëndij interesi në sytë e Klarës. Elena qëndroi edhe disa minuta në heshtje, thjesht duke ndarë hapësirën me vajzën, para se të përshëndetej dhe të dilte. Dhoma e fundit ishte e Sofis, më të voglës. Vajza ishte zgjuar, por e mbledhur kruspull në mbatanie, vetëm sytë e saj blu dukeshin mbi copë. Kur pa Elenën, u fsheh plotësisht. Elena u afrua ngadalë dhe u ul në karrigen e vogël plastike që ishte pranë krevatit. Përshëndetje, Sofia. E di që je aty poshtë batanijes. Nuk ke nevojë të dalësh nëse nuk do ndonjëherë edhe mua më pëlqen të fshihem në batanie kur ndihem e mërzitur. Një lëvizje pothuajse e padukshme në batanie. E di çfarë bëj unë kur jam kështu? Unë numëroj gjërat e bukura që më kujtohen. Si? Lulet e verdha, era e bukës së ngrohtë, zogjit që këndojnë në mëngjes. Elena bëri një pauzë. A të vjen ndonjë gjë e bukur në mendje, Sofia? Batania lëvizi përsëri dhe Ardiani mundi të shihte një sy të vogël që përgjonte. Elena buzëqeshi. Do të lë të pushosh tani. Por nëse do të numërojmë gjërat e bukura bashkë një ditë tjetër, do të më pëlqente shumë. Kur dolën nga dhoma e fundit, Ardiani ishte dukshëm I tronditur. Në 15 minuta, Elena kishte arritur më shumë reagime nga vajzat e tij se çdo profesionist në muaj. Kthyer në dhomën e ndenjes, ai u ul rënd në koltuk. Si e bëtë këtë? Nuk bëra gjë tjetër veç se I pasha ato, u përgjigj Elena. Jo si paciente apo probleme për t'u zgjidhur, por si 3 vajza guximtare që po përballen me një dhimbje shumë të madhe. Ardiani kaloi duart nëpër fytyrë. Ju keni fëmijë? Elena hezitoi për një moment dhe Ardiani vuri re një hije që kaloi nëpër sytë e saj jeshil. Kam pasur, u përgjigj ajo thjesht. 2 fjalët mbanin një peshë që Ardiani e njohu menjëherë. Ishte e njëjta dhimbje që ai shihte në pasqyrë çdo ditë, por kishte diçka më shumë në sytë e Elenës. Një pranim, një paqe që ai nuk arrinte ta kuptonte. Më vjen keq, murmuriti ai. Faleminderit. Elena u rehatua në koltuk. Prandaj e di se vajzat tuaja kanë nevojë vetëm për dikë që ende beson tek ato. Dikë që nuk është dorëzuar. Ardiani I ndjeu fjalët si një goditje në stomak. A ishte dorëzuar ai? Jo me vetdije, por ndoshta po. Po thoni se unë jam dorëzuar me vajzat e mia?
Po them se dhimbja ndonjëherë na bën të harrojmë si të duam, u përgjigj Elena me butësi. Dhe nuk ka gjykim në këtë. Është njerëzore. Por vajzat kanë nevojë të shohin se ende ka shpresë. Ardiani mbeti në heshtje për një moment të gjatë, duke përpunuar fjalët e saj. Jashtë, dielli po perëndonte, duke pikturuar qiellin e Tiranës me nuanca portokalli dhe roz. Ishte ai lloj perëndimi që Mirela e adhuronte, që zakonisht e thërriste për ta parë bashkë nga veranda. Çfarë do të bëni? Nëse unë do t'ju lija të provonit? Elena u përkul përpara. Do të filloja ngadalë. Do të fitoja besimin e tyre. Do t'u tregoja se ende ka arsye për të buzëqeshur. Se jeta mund të jetë sërish e mirë. Po nëse nuk funksionon, nëse ato vazhdojnë, atëherë të paktën ato do ta dinë se dikush u përpoq. Se dikush nuk u dorëzua. Elena bëri një pauzë. Por unë besoj se do të funksionoj. Ato thjesht po presin dikë që ende e sheh dritën brenda tyre. Ardiani shikoi nga dritarja kopshtin që Mirela e kishte mbjellë me aq shumë dashuri. Ishte i braktisur, lulet të vyshkura, bari që rritej pa kujdes. Si gjithçka tjetër në atë shtëpi. Kur u kthye përsëri nga Elena, vendimi i tij ishte marrë. Kur mund të filloni? Elena mbërriti të nesërmen në mëngjes duke mbajtur një çantë cope me stampa dhe një buzëqeshje diskrete që dukej se ndriçonte hyrjen e vilës. Ardiani e priste në hol, nervoz si një adoleshent në takimin e parë. Kishte kaluar gjithë natën duke pyetur veten nëse kishte marrë vendimin e duhur. Mirëmëngjes, zoti Ardian, përshëndeti Elena, dhe zëri i saj solli një qetësi të menjëhershme në mjedisin e tensionuar. Mirëmëngjes. Vajzat janë ende në gjumë. Ato zakonisht zgjohen vonë sepse e kalojnë natën zgjuar me makthe dhe. Ai u ndërpre duke kuptuar se po justifikoi. Elena pohoi me mirë kuptim. Në rregull. Ndërkohë, a mund ta njoh më mirë shtëpinë? Të kuptoj se si jetojnë ato? Ardiani e udhëhoqi nëpër dhomat kryesore. Dhoma formale e ndenjes që askush nuk e përdorte më, dhoma e televizorit ku vajzat ndonjëherë uleshin në heshtje, kuzhina e gjerë ku punonisja, zonja drita, përgatiste vakte që vetëm sa prekeshin. Elena vëzhgonte gjithçka me vëmendje, por shikimi i saj u ndal veçanërisht te fotografi. Kishte portrete kudo, Mirela duke buzëqeshur në plazhin e Durrësit, vajzat e vogla duke vrapuar në kopsht, momente të lumturisë familjare që tani dukeshin se i përkisnin një jetë tjetër. Elena ndaloi para një fotoje ku Mirela ishte në kopsht, në gjunjë në tokë, duke mbjell lule ndërsa Besa, atëherë 5 vjeç, e ndihmonte. Gruas suaj i pëlqente kopshtaria, vëreti Elena. E adhuronte. Thoshte se bimët ishin si fëmijët, kishin nevojë për kujdes, durim dhe dashuri. Ardiani shikoi nga dritarja kopshtin e braktisur. Unë nuk kam dorë për këto gjëra. Elena ndoqi shikimin e tij. Kopshti ishte qartësisht i lënë pas dore, por ende ishte e mundur të shiheshin gjurmët e dashurisë që ishte investuar aty. Trëndafila që luftonin për të lulëzuar, një kopsht i vogël me erza që rriteshin egër, parcela që kishin nevojë vetëm për pak vëmendje. Ndoshta vajzat e kanë trashëguar talentin e nënës, tha Elena butësisht. Në atë moment dëgjuan hapa të ngadalt në shkallë. Besa po zbriste, ende me pijame, me flokë të shpupuritur dhe sy të përgjumur. Kur pa Elenën, ndaloi në gjysmë të shkallëve, e pasigurt. Mirëmëngjes, Besa, tha Elena me natyrshmëri, sikur të ishte normale të ishte aty. Fjetë mirë? Vajza zbriti edhe disa shkallë dhe pohoi lehtë me kokë. Ardiani mbeti i befasuar. Vajza e tij zakonisht ikte me vrap në dhomë kur shite të huaj në shtëpi. A je e uritur? Punonisja jote ka bërë një mëngjes që mban erë të shijshme. Besa shikoi baban e saj, sikur të kërkonte leje. Ardiani i bëri shenjë në drejtim të kuzhinës, duke u përpjekur të mos tregonte sa i emocionuar ishte që e shite të zgjohej vetë dhe të zbriste për të ngrënë mëngjes. Në kuzhinë, zonja Drita, një grua e shëndosh 60 vjeçare që punonte në familje prej një dekade, e përshëndeti Elenën me një kuriozitet të sjellshëm. Ishte mësuar të shite profesionistë të vinin e të iknin, të gjithë me metodologjitë dhe premtimet e tyre. Besa ul në tryezën e madhe prej druri ku familja zakonisht hante vaktet së bashku. Tani, 6 karriget dukeshin shumë të mëdha, duke theksuar mungesën që rrinte pezull mbi të gjitha momentet.
Elena u ul pranë vajzës, jo përballë saj, një zgjedhje delikate që bëri të mos dukej si një marrje në pyetje apo terapi. Çfarë tavoline e bukur, komentoi Elena. Vë bast se keni ngrënë shumë vakte të shijshme këtu. Besa luante me pirunin duke përzier vezët e fërguara në pjatë pa ngrënë. E di çfarë më pëlqen më shumë në mëngjes, pyeti Elena, duke marrë një fet buke shtëpie që zonja Drita kishte përgatitur. Është se çdo ditë mund të zgjedhim si ta fillojmë. Ndonjëherë zgjohem duke dashur diçka të ëmbël, ndonjëherë diçka të kripur. Sot u zgjova duke dashur diçka që më kujtonte shtëpinë. Si është shtëpia jote? Pyeti Besa pa pritur, duke befasuar veten dhe të tjerët. Ardiani gati sa nuk e rrëzoi filxhanin e kafes. Vajza e tij nuk bënte pyetje prej muajsh. Elena buzëqeshi. Është e vogël. Ka një kuzhinë që pothuajse e zë e gjitha tavolina, sepse më pëlqen të pres miq për të ngrënë. Dhe ka një kopsht prapa ku mbjell erza. Borzilok, majdanoz, qepujka. Mami jot mbillte erza gjithashtu? Besa pohoi me kokë dhe Ardiani pa sytë e saj të mbusheshin me lodh. Por nuk ishin lot dëshpërimi si ato që ishte mësuar të shite. Ishin lot malli, gjë që në një farë mënyre dukej më e shëndetshme. Ajo më mësoi se borziloku e do diellin e mëngjesit, tha Besa me zë të ulët. Dhe se nuk duhet t'i lagësh gjethet, vetëm tokën. Nëna jote dinte shumë për bimët. Vë bast se ke mësuar shumë prej saj. Vajza hëngri një pirun me vezë, kafshata e parë e vërtet që Ardiani e shite të merrte prej javësh. Në atë moment, Klara zbriti shkallët e përqafuar me arushin, ende me pijame dhe me fytyrë të përgjumur. Duke parë Besën në tavolinë, ajo hezitoi, por në fund u afrua dhe u ul në një karrige të larguar. Mirëmëngjes, Klara, tha Elena. Si është arushi sot? Klara e shtrëngoi më fort lodrën, por nuk iku me vrap siç bënte zakonisht. Elena u ngrit dhe shkoi te frigoriferi, ku kishte një kan me lëng portokalli. Mund të shërbej një lëng? Apo preferon qumësht? Klara tregoi me gisht lëngun, ende pa folur. Ndërsa Elena shërbente pijen, zonja Drita i përshpëriti Ardianit, në 20 vjet duke u kujdesur për fëmijë, kur nuk kam parë dik të arrijë që Klara të tregoj me gisht atë që dëshiron. Ajo gjithmonë vetëm tunte kokën. Ardiani vëzhgonte skenën me një përzierje shprese dhe frike. Po sikur Elena të arrinte vërtet të bënte ndonjë ndryshim? Po sikur të mos arrinte? Ai nuk do të duronte dot një zhgënjim tjetër. Sofia ishte e fundit që u shfaq, duke zbritur shkallët shumë ngadalë, ende me fytyrë të përgjumur dhe duke mbajtur një batanie të vogël. Kur pa Elenën, nuk vrapoi të fshihej. Qëndroi në hyrje të kuzhinës duke vëzhguar. Përshëndetje, Sofia, tha Elena pa u kthyer, duke vazhduar të lyente bukën me gjalp. Nëse do të ulesh me ne, ka një karrige këtu. Por nëse do të qëndrosh aty, edhe kjo është në rregull. Sofia mbeti e pavendosur për disa momente, pastaj eci drejt tavolinës dhe u ul në karrigen më afër derës, sikur të planifikonte një arratisje të shpejtë nëse do të ishte e nevojshme. Për herë të parë pas muajsh, të tri motrat ishin ulur në tavolinë në të njëjtën kohë. Ardiani ndjeu një ny në fy. Elena nuk bëri komente për këtë, nuk u përpoq të detyronte biseda apo aktivitete. Thjesht hëngri mëngjesin e saj qetësisht, duke bërë disa komente të rastësishme për motin, për sa e shijshme ishte buka e zonjës Drita, për një zog që kishte parë në dritare. E dini cili është zogu im i preferuar? Pyeti ajo. Guguftuja. Sepse janë shumë llafazane. Rrin gjithë ditën duke bërtitur gu, sikur po përshëndesin të gjithë. Besa bëri një buzëqeshje të vogël, pothuajse të padukshme, por Ardiani e kapi momentin. Pas mëngjesit, Elena propozoi diçka të pazakont, si thoni t'i hedhim një sy atij kopshtit atje jashtë. Vetëm për të parë si janë bimët e mamas suaj. Ardiani do të protestonte, vajzat nuk dilnin nga shtëpia prej muajsh, por Besa u ngrit nga karrigia. Mund të shkoj me pijame? Pyeti ajo. Sigurisht që mundesh, u përgjigj Elena. Bimët nuk e vrasin mendjen për rrobat. Klara dhe Sofia i ndoqën të dyja, ende hezituese por kurioze. Kopshti ishte vërtet i braktisur. Trëndafilat ishin plot me degë të thata, bari i lartë, parcelat të pushtuara nga barrat e këqija. Por Elena nuk tregoi keqardhje apo trishtim. Ecte mes bimëve sikur po vizitonte miq të vjetër.
Shikoni këtu, tha ajo, duke u ulur në gjunjë pranë një trëndafili. Ky këtu po përpiqet të nxjerrë një lule të re. E shihni këtë sythin këtu? Të tri vajzat u afruan dhe Ardiani i ndoqi nga një distancë respekti. Pse është e shëmtuar? Pyeti Sofia, duke folur për herë të parë pas javësh. Ardiani ndjeu sikur bota ishte ndalur. Zëri i vajzës së tij të vogël, që nuk e dëgjonte prej kaq shumë kohësh, tingëlloi si muzikë. Elena nuk tregoi habi, vetëm u përgjigj natyrshëm, nuk është e shëmtuar, Sofia. Thjesht ka nevojë për kujdes. Ndonjëherë kur ne mërzitemi për një kohë të gjatë, edhe ne dukemi sikur kemi nevojë për kujdes. Klara u shkëput nga arushi dhe preku butësisht një gjethe. Mami thoshte se bimët gëzohen kur ne flasim me to, tha Besa. Nëna jote kishte të drejtë. Bimëve u pëlqen vëmendja, si të gjitha gjallësave. Elena u ngrit dhe shikoi përreth. E dini çfarë mendoj unë? Mendoj se ky kopsht po pret që ju të ktheheni për t'u kujdesur për të. Por ne nuk dim si, protestoi Besa. Oh, por ju dini. Nëna juaj ju ka mësuar shumë gjëra. Gjithçka është këtu brenda, Elena preku butësisht gjoksin e vajzës. Ndonjëherë ne thjesht duhet të kujtohemi. Ata qëndruan edhe disa minuta në kopsht, Elena duke treguar Bim që po përpiqeshin të lulëzonin, duke treguar ku kishte jetë në shkatërimin e dukshëm. Ardiani vëzhgonte nga larg, i impresionuar me thjeshtësinë e qasjes së saj. Nuk kishte presion, nuk kishte kërkesa. Vetëm demonstrimi se ende kishte bukuri në botë. Kur u kthyen brenda, vajzat dukeshin pak më pak të shuara. Nuk ishte një transformim dramatik, por kishte diçka ndryshe në ajër. Gjatë pasdites, Elena propozoi aktivitete të thjeshta. Jo lojra të detyruara apo aktivitete terapeutike të strukturuara qartë, por gjëra natyrale. Të palosnin rroba ndërsa flisnin për asgjë të veçantë. Të rregullonin librat në rraf. Të ndihmonin zonjën Drita të përgatiste një meze. Besa u ofrua t'i tregonte Elenës vizatimet e saj. Shkuan në dhomën e saj dhe ajo hapi një fletore plot me figura të zymta, pemë pa gjethe, shtëpi pa njerëz, qiej gri. Elena shikoi çdo vizatim me vëmendje të vërtetë. Ti vizaton shumë bukur, Besa. Këto pemë kanë një formë shumë të bukur. Ato nuk kanë gjethe, murmuriti vajza. Është e vërtetë. Por e di çfarë mendoj unë kur shoh një pemë pa gjethe? Mendoj se ajo po pushon. Po përgatitet për pranverën e ardhshme, kur do të bëhet sërish e gjelbër. Besa i konsideroi këto fjalë. Mendon se do të kenë gjethe përsëri? Jam e sigurt. Pemët janë shumë të zgjuara. Ato e dinë se pas dimrit vjen gjithmonë pranvera. Në fund të pasdites, kur Elena po përgatitej të largohej, Sofia ju afrua me droj. Do të kthehesh nesër? Pyeti me zë të ulët. Ardiani ndjeu zemrën t'i rritë shpejt. Vajza e tij e vogël po tregonte dëshirë për praninë e dikujt për herë të parë pas muajsh. Nëse ju doni që unë të kthehem, unë do të kthehem, u përgjigj Elena. Unë dua, tha Sofia. Edhe unë, murmuriti Klara. Besa vetëm pohoi me kokë, por ishte e mjaftueshme. Kur Elena doli, Ardiani e shoqëroi deri te porta. Dielli po perëndonte përsëri, por këtë herë ai nuk u ndjei mbytur nga melankolia e fundit të ditës. Si e bëtë këtë? Pyeti ai. Në një ditë, vajzat e mia folën më shumë se në muaj. Elena rregulloi çantën në shpatull. Unë thjesht i lash të ishin fëmijë. Fëmijë të trishtuar, të lënduar, por ende fëmijë. Ato nuk kishin nevojë të shëroheshin për të merituar vëmendje. Ato meritonin vëmendje për të mundur të shëroheshin. Ardiani mbeti duke reflektuar mbi këto fjalë ndërsa e shite të largohej. Kur u kthye në shtëpi, gjeti të tri vajzat të ulura në divanin e dhomës së ndenjes, duke parë televizor së bashku. Nuk e bënin këtë prej më shumë se një viti. Besa e shikoi kur ai hyri. Babi, mendon se Elena do të kthehet vërtet nesër? Mendoj se po, u përgjigj Ardiani, duke u ulur pranë tyre për herë të parë pas muajsh. Ju pëlqeu ajo? Ajo nuk na mëshiron, tha Klara papritur, duke i befasuar të gjithë. Ishte fjalia e parë e plot që ajo thoshte prej javësh. Dhe ajo nuk thot se mami është në qiell dhe se ne duhet të jemi të lumtura, shtoi Sofia. Ardiani kuptoi se vajzat e tij kishin identifikuar diçka që ai nuk e kishte vënë re.
Elena nuk ishte përpjekur t'i ngushëllonte me fjalë boshe apo t'i detyronte të ndieshin më mirë. Kishte thjesht e njohur dhimbjen e tyre si të vlefshme dhe kishte qëndruar pranë tyre gjithsesi. Atë natë, për herë të parë pas shumë kohësh, të 3 vajzat fjetën pa makthe. Ardiani kaloi pranë dyrëve të dhomave të tyre dhe pa Besën duke fjetur e përqafuar me fletoren e vizatimeve, Klarën me Arushin të mbështetur në fytyrë, Sofin me batanien që i mbulonte vetëm këmbët, jo më duke fshehur gjithë trupin. Ishin shenja të vogla, pothuajse të padukshme, por që mbanin premtimin se ndoshta, vetëm ndoshta, familja e tij mund të gjente një rrugë kthimi në jetë. Ardiani ushtria të natë duke menduar për Mirelën. Për herë të parë që kur ajo ishte larguar, arriti të kujtonte të qeshurën e saj pa ndjerë vetëm dhimbje. Arriti të imagjinonte se ajo do të ishte e lumtur të dinte se vajzat e saj kishin buzëqeshur sot, edhe pse vetëm për disa çaste. Dhe kur mbylli syt, nuk ëndërroi për humbje apo pendime. Ëndërroi për kopshte që lulëzonin dhe zëra fëmijësh që mbushnin sërish shtëpinë e tij. Një javë kishte kaluar që nga ardhja e Elenës dhe shtëpia tashmë merrte frymë ndryshe. Nuk ishte një transformim i plot, por mrekulli të vogla ndodhnin çdo ditë. Sofia kishte filluar të fliste me fjali të plota, Klara e mbante Arushin me më pak dëshpërim, dhe Besa kishte vizatuar një pemë me 3 sytha të vegjël jeshil. Ardiani i vëzhgonte këto ndryshime me një përzierje lehtësimi dhe frike. Frikë se mos ishte e përkohshme, frikë se vajzat e tij mund të ktheheshin pas nëse Elena vendoste të largohej. Ai ishte bërë i varur nga ato momente normaliteti që ajo sillte në rutinën e tyre. Këtë mëngjes të enjte, Elena mbërriti duke mbajtur 2 çanta që dukeshin më të rënda se zakonisht. Ardiani e priti në derë, siç ishte bërë zakon. Mirëmëngjes, zoti Ardian. A janë zgjuar vajzat? Besa po ha mëngjes. 2 të tjerat ende po bëhen gati. Ai hezitoi për një moment. Elena, mund t'ju bëj një pyetje? Ajo ndaloi së rregulluari gjërat në çantë dhe e shikoi me vëmendje. Sigurisht. A jeni e sigurt se po bëni gjën e duhur? Dua të them, a nuk do të ishte më mirë të mbanim një rutinë më të strukturuar? Aktivitete terapeutike specifike? Elena buzëqeshi në atë mënyrën e butë që Ardiani po mësonte ta njihte. Zoti Ardian, vajzat tuaja nuk janë puzle që duhen montuar me pjesët e duhura në vendin e duhur. Ato janë vajza të vogla që duhet të kujtojnë se bota ende mund të jetë një vend i sigurt. Para se ai të mund të përgjigjej, Besa u shfaq duke vrapuar. Për të përshëndetur Elenën. Ishte hera e parë që Ardiani shihte vajzën e tij të madhe të lëvizte me çfarëdo lloj nxitimi apo entuziazmi. Elena. A e solle atë që premtove? Ardiani rrudhi vetullat. Çfarë premtimi? Elena hapi njërin nga çantat dhe nxori vazo të vogla balte, paketa të vogla me fara dhe një ujitse miniature të lyer me të verdhë. I solla të gjitha. Fara lule dielli, borziloku, majdanozi dhe madje edhe disa lule shtrydheje. Do të mbjellim sot, pyeti Besa, me sytë që i shkëlqenin në një mënyrë që Ardiani nuk e kishte parë prej 2 vitesh. Nëse ti do dhe nëse motrat e tua duan gjithashtu. Sikur ta kishin dëgjuar bisedën, Klara dhe Sofia u shfaqën në dhomë. Klara ende përqafonte Arushin, por nuk ishte më e ngjitur pas tij sikur të ishte një gomë shpëtimi. Sofia ecte normalisht, pa atë qëndrimin e mbledhur të dikujt që përpiqet të zhduket. Çfarë janë këto gjëra të vogla? Pyeti Sofia, duke u afruar te vazo. Janë vazo të vogla ku do të mbjellim fara, shpjegoi Besa me krenari, sikur të ishte një eksperte në këtë fushë. Elena tha se mund të bëjmë një kopsht të vogël vetëm tonin. Klara preku butësisht njërin nga vazot. Dhe ato do të rriten vërtet? Do të rriten, po, u përgjigj Elena. Por vetëm nëse kujdesemi me dashuri. Ti uisim çdo ditë, ti vendosim në diell, të flasim me to. Të flasim, pyeti Sofia, duke qeshur. Sigurisht. Bimëve u pëlqen të dëgjojnë zëra të dashur. I bën të rriten më të bukura. Ardiani vëzhgonte skenën duke u përpjekur të kuptonte se si Elena kishte arritur ta transformonte një aktivitet kopshtarie në diçka që dukej magjike për vajzat e tij. Ata u vendosën në verandën e pasme, ku kishte një tavolinë druri që Mirela e përdorte për të bërë punë dore. Zonja Drita solli peshqir të vjetër për të mbuluar tavolinën dhe një kovë me ujë. Elena u tregoi vajzave se si të vendosnin dheun në vazo, duke bërë vrima të vogla me gisht për farat.
Nuk kishte nxitim, nuk kishte presion për ta bërë gjithçka perfekte. Ishin thjesht 3 vajza që luanin me dheun me një të rritur që dukej po aq e magjepsur sa ato. Mami im thoshte se duhet të bëjmë një dëshirë kur mbjellim një farë, tha Besa pa pritur. Ardiani ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Ishte hera e parë që ajo e përmendte Mirelën spontanisht, pa qarë. Çfarë lloj dëshire? Pyeti Elena. Një dëshirë të mirë. Që Bima të rritet e fortë dhe që ne të jemi të lumtura kur ta shohim të rritet. Klara ndaloi së luajturi me dheun dhe shikoi motrën e madhe. Mund të bëj edhe unë një dëshirë? Mundesh. Secila bën të sajën. Sofia mbolli farën e saj të parë të lulediellit me shumë kujdes, sikur të ishte një guri çmuar. Pastaj mbylli sytë e vegjël dhe përshpëriti diçka që askush nuk arriti ta dëgjonte. Çfarë dëshire bëre, Sofia? Pyeti Besa. Nuk mund ta them se nuk ndodh, u përgjigj vogëlushja me seriozitet. Ardiani u largua pak për të marrë ujë në kuzhinë, por në të vërtetë i duhej një moment për t'u përmbledhur. Të shihte vajzat e tij duke bërë plane për të ardhmen, edhe pse ishte vetëm për të parë një Bim të rritej, e emociononte thellësisht. Kur u kthye, Elena po u tregonte vajzave për lloje të ndryshme bimësh që kishte kultivuar gjatë jetës së saj. Kam mbjell nga sallata jeshile deri te trëndafilat. Çdo bim ka personalitetin e saj. Disa janë më temperamentale, të tjerat janë shumë të lehta për t'u kujdesur. Si mësove të gjitha këto? Pyeti Klara. Elena hezitoi për një moment të shkurtër dhe Ardiani vuri re përsëri atë hije që i kaloi nëpër sy. Mësova nga nëna ime dhe pastaj ja mësova vajzës sime. Vajzat kapën diçka në zërin e Elenës, një ndryshim delikat në ton. Ti ke një vajzë? Pyeti Besa. Kam pasur, u përgjigj Elena butësisht. Ajo quhej Noemi. Heshtja që pasoi nuk ishte e sikletshme, por respektuese. Ardiani pa vajzat e tij duke e përpunuar informacionin me një pjekuri që gjithmonë e befasonte. Fëmijët që kanë kaluar humbje zhvillojnë një ndjeshmëri të veçantë për dhimbjen e të tjerëve. Edhe asaj i pëlqenin bimët? Pyeti Sofia. Elena buzëqeshi, por Ardiani mundi të shihte lotët që po i formoheshin në sy. I adhuronte. Sidomos lulediellin. Thoshte se ishin si diej të vegjël që mund t'i mbillnim. Besa shikoi farën që sapo kishte mbjell. Atëherë kur të rritet luledielli ynë, do të jetë sikur të kemi një pjesë të saj këtu me ne. Fjalët e vajzës e prekën Elenën në një mënyrë të dukshme. Ajo u desh të kthehej për të fshirë syt në mënyrë diskrete. Mendoj se ashtu do të ishte, u pajtua ajo me zë të dridhur. Ardiani ndjeu një val emocioni ta pushtonte. Vajzat e tij, që javë më parë ishin të pafta të ndjenin gjë tjetër përveç trishtimit, po i ofronin ngushëllim dikujt tjetër. Po kujtonin si të tregonin dashuri. Pjesa tjetër e mëngjesit kaloi shpejt. Vajzat mbollën 4 lloje të ndryshme farash, i ujitën vazot me kujdes të tepruar dhe zgjodhen vendin më të mirë në verandë për t'i lënë të merrnin diell. Gjatë drekës, për herë të parë pas muajsh, pati biseda të gjalla në tavolinë. Të trija flisnin për bimët e tyre, duke bërë plane për kur ato të rriteshin, duke diskutuar emra për t'u vënë lulediellëve. Po sikur të bënim një kopsht të vërtet atje jashtë, sugjeroi Klara. Pikërisht aty ku mami mbolli trëndafilat. Ardiani gati sa nuk u mby. Vajza e tij po sugjeronte të prekte kopshtin e Mirelës, diçka që ai e kishte konsideruar të paprekshme. Elena vuri re hezitimin e tij. Çfarë mendoni, zoti Ardian? A do të ishte e mundur? Të 3 vajzat e shikuan me pritshmëri. Ardiani e gjeti veten në një udhëkryq emocional. Një pjesë e tij donte ta ruante kopshtin saktësisht siç e kishte lënë Mirela, si një lloj memoriali. Por një pjesë tjetër, një pjesë që po rritej çdo ditë me praninë e Elenës, donte t'i shihte vajzat e tij duke krijuar kujtime të reja. Unë mendoj se mami do të ishte e lumtur t'ju shihte duke u kujdesur për kopshtin e saj, tha ai më në fund. Buzëqeshja që Besa i dha ishte buzëqeshja e parë e vërtet dhe e plot që ai shihte prej saj që nga vdekja e Mirelës. Klara duart trokiti dhe Sofia kërceu në karrige. Mund të fillojmë nesër? Pyeti Besa. Mundemi, u pajtua Elena. Por së pari do të shohim se si po ecin vazot tona. Pasdite, Elena propozoi diçka ndryshe. Tha se donte ta njihte më mirë historinë e familjes, të kuptonte si ishte jeta e tyre para humbjes.
Ardiani ishte ngurues, të fliste për të kaluarën dhembte, por vajzat u treguan të entuziazmuara për të treguar për nënën e tyre. Ata u ulën në dhomën e ndenjes dhe Besa solli albume fotografish. Elena i shfletoi faqet me kujdes duke bërë pyetje për çdo moment të regjistruar. Mami ishte shumë qesharake, tregoi Sofia. Ajo bënte zëra të ndryshëm kur na lexonte përralla. Dhe ajo dinte të bënte kekun më të mirë me çokoladë në botë, shtoi Klara. A ju a mësoi recetën? Pyeti Elena. Vajzat u pan me njëra tjetrën. Ne kur nuk kemi provuar ta bëjmë vetë, pranoi Besa. Ardiani kuptoi se ata i kishin braktisur plotësisht traditat që Mirela kishte krijuar. Përrallat para gjumit, tortat e ditëlindjes të bëra në shtëpi, pasditet e kopshtarisë. Gjithçka ishte ndërprer kur ajo iku, sikur këto gjëra të mos mund të ekzistonin pa të. Mendoni se do t'ju pëlqente të provonit ta bënit kekun e mamit një ditë, sugjeroi Elena. Po sikur të mos dal një lloj, pyeti Sofia me shqetësim. Elena u përkul përpara dhe i kapi dorën e vogël vajzës. Sofia, nuk ka nevojë të dal një lloj. Ka nevojë të bëhet me dashuri. Dhe jam e sigurt se ju të trija dini shumë mirë si t'i bëni gjërat me dashuri. Ardiani vëzhgonte bisedën me magjepsje. Elena kishte identifikuar diçka që ai nuk e kishte vënë re. Vajzat e tij kishin ndaluar së bëri gjërat që i lidhnin me Mirelën nga frika se nuk do të arrinin t'i bënin në mënyrën e duhur. Elena po u tregonte se e rëndësishme nuk ishte përsosmëria, por qëllimi. Në fund të pasdites, kur Elena po përgatitej të largohej, Besa ju afrua me një letër të palosur. "Është për ty," tha me droj. Elena hapi letrën dhe gjeti një vizatim, 2 gra dhe 3 vajza në një kopsht plot me lule. Njëra nga gratë kishte flokë të gjatë dhe të errët, qartësisht përfaqësonte Mirelën. Tjetra kishte flokë gështenjë të mbledhur në topuz, Elena. Të 3 vajzat po buzëqeshnin dhe në qiell kishte një diell të madh dhe të verdhë. "Është shumë i bukur, Besa. Mund të pyes kush janë njerëzit në vizatim?" "Ti, ne dhe mami," shpjegoi vajza. Mendova se asaj do t'i pëlqente të njihte. Ardiani ndjeu sikur dikush i kishte dhënë një grusht në stomak. Vizatimi i vajzës së tij tregonte një familje ku nëna e vdekur dhe kujdestarja e gjallë bashkëjetonin në harmoni. Ishte vizioni i një fëmije që përpiqej të integronte realitetin e saj të ri me kujtimet e saj. Elena u ul në gjunjë në lartësinë e Besës. "Faleminderit. Do ta ruaj këtë vizatim për gjithmonë. Dhe e di çfarë tjetër? Edhe mua mendoj se do të më pëlqente shumë ta njihja nënën tënde." Kur Elena doli, Ardiani e shoqëroi deri te porta si zakonisht. Por këtë herë, ai duhej të bënte një pyetje që po e mundonte. "Elena, mund të di se çfarë i ndodhi vajzës suaj?" Ajo ndaloi dhe u kthye për ta parë. Për një moment të gjatë, mbeti në heshtje, sikur po vendoste se sa mund të ndante. Noemi ishte 6 vjeç kur u sëmur. Një sëmundje në gjak që nuk arritëm ta mposhtnim. Luftuam për 2 vjet, provuam gjithçka, por... Zëri i saj u mek. Ardiani ndjeu një lidhje të thellë me dhimbjen e saj. "Më vjen shumë keq. Nuk mund ta imagjinoj sa e vështirë duhet të ketë qenë. Për një kohë të gjatë, mendova se kisha dështuar me të. Se po të kisha bërë diçka ndryshe, të isha një nën më e mirë." Elena fshiu një lot që i kishte shpëtuar. "Mu deshën vite për të kuptuar se ndonjëherë ne nuk mund t'i shpëtojmë ata që duam. Por ne mund ta nderojmë kujtimin e tyre duke ndihmuar të tjerët. Prandaj jeni këtu. Prandaj jam këtu." Ardiani mbeti duke vëzhguar Elenën të largohej nëpër rrugën me pemë të zonës së liçenit të Farkës. Tani e kuptonte qetësinë e saj, durimin e pafund me vajzat e tij. Elena nuk po kujdesej vetëm për 3 vajza të traumatizuara, po përmbushte një premtim të heshtur me vajzën e saj. Kur u kthye në shtëpi, gjeti të 3 vajzat në verandë, duke ujitur vazot edhe pse Elena kishte thënë se një herë në ditë ishte e mjaftueshme. "Babi, mendon se Noemi mund t'i shoh lulediellët tan nga atje ku është?" pyeti Sofia. Pyetja e zuri Ardianin të papërgatitur. "Mendoj se po," u përgjigj pas një momenti. "Mendoj se ajo do të ishte shumë e lumtur duke ju parë të kujdeseni për bimën. Dhe mami gjithashtu," shtoi Klara. Ardiani u ul në karrige pranë tyre, për herë të parë duke lejuar veten të merrte pjesë aktivisht në rutinën e kujdesit që Elena kishte krijuar. "Edhe unë mendoj kështu," u pajtua ai.
Mendoj se të dyja janë shumë krenare për ju. Atë natë, Ardiani fjeti duke menduar se sa e çuditshme ishte që një grua që kishte humbur kaq shumë mund t'u mësonte vajzave të tij të gjenin sërish shpresën. Dhe për herë të parë që nga vdekja e Mirelës, ai arriti të imagjinonte një të ardhme ku familja e tij do të ishte sërish e lumtur. Jo e njëjta lumturi si më parë, ajo ishte zhdukur përgjithmonë. Por një lumturi e re, e ndërtuar mbi bazën e asaj që kishin humbur dhe asaj që kishin mësuar të vlerësonin. 3 javë kishin kaluar që kur Elena kishte hyrë në jetën e familjes Meta, dhe transformimi ishte i dukshëm në çdo cep të shtëpisë. Vazot në verandë tashmë tregonin sythat e tyre të parë jeshil, dhe vajzat i vizitonin me përkushtim çdo mëngjes, duke u treguar lajme bimëve të tyre sikur të ishin kafshë shtëpiake. Ardiani ishte në kuzhinë duke pirë kafe kur dëgjoi diçka që e bëri të ndalonte në mes të lëvizjes, të qeshura. Të qeshura të vërteta, kristalore dhe të lira, që vinin nga kopshti i pasmë. Ai u afrua te dritarja dhe pa një spektakël që nuk e kishte dëshmuar prej 2 vitesh. Besa, Klara dhe Sofia ishin në gjunjë në tokë, me duart e pista dhe buzëqeshje të mëdha në fytyrë, duke ndihmuar Elenën të pastronte një parcel. Nuk ishin fëmijët e shuar dhe të heshtur që ishte mësuar të shite. Ishin vajza normale, duke luajtur, duke folur në të njëjtën kohë, duke diskutuar se ku të mbillnin çdo fidan. Babi. Eja shi, bërtiti Sofia kur e vuri re në dritare. Ardiani doli nga shtëpia dhe eci deri aty ku ishin ato. Kopshti ishte transformuar plotësisht. Barrat e këqija ishin hequr, bari ishte prerë dhe parcelat të reja të organizuara po merrnin formë. Elena kishte arritur të ruante bimët origjinale të Mirelës, ndërsa krijonte hapësirë për shtesa të reja. Shiko çfarë gjetëm, tha Klara, duke treguar një trëndafil që ishte fshehur në degë të thata. Elena tha se ai vetëm po flinte. Ardiani u afrua te trëndafili. Mirela e kishte mbjell atë fidan specifik në vitin e parë të martesës. Ishte i preferuar i saj, një trëndafil i kuq që lulëzonte 2 herë në vit. Ai ishte zhdukur në mbimësinë e egër dhe Ardiani kishte menduar se kishte ngordhur. A do të lulëzoj përsëri? Pyeti ai, duke prekur butësisht degët e krasitura. Do të lulëzoj, po, u përgjigj Elena me bindje. Ndonjëherë bimët duhet të kalojnë një periudhë të vështirë para se të lulëzojnë përsëri. Por kur kthehen, zakonisht bëhen edhe më të bukura. Ardiani kuptoi se ajo nuk po fliste vetëm për trëndafilin. Dhe shiko këtë, thiri Besa, duke vrapuar drejt një cepi të kopshtit ku kishte një kopsht të vogël perimesh. Ne mbollëm domate qershi, sallat jeshile dhe ato erzat që i pëlqenin mamit. Borzilok, majdanoz dhe qepujka, plotësoi Klara me krenari. Sofia e tërhoqi Ardianin për dore. Eja shi projektin ton special. Ajo e çoi te një parcel rrethore në qendër të kopshtit, ku ishte mbjell një pemë e vogël që Ardiani nuk e njohu. Është një fik, shpjegoi Elena. Vajzat e zgjodhen sepse thanë se nëna e tyre i adhuronte fiqt. Ardiani ndjeu syt ti mbusheshin me lodh. Mirela vërtet i adhuronte fiqt. Gjithmonë fliste për të mbjell një pemë në kopsht, por kur nuk kishte pasur kohë. Sa kohë i duhet për të dhënë fruta? Pyeti Besa. Disa vite, u përgjigj Elena. Por kur të filloj të jap, do të jap fiq çdo vit. Do të jetë si një dhuratë që vazhdon të vijë. Ardiani kuptoi mençurinë pas zgjedhjes. Elena po mësonte vajzave të tij të mendonin për të ardhmen, të bënin plane afatgjata. Të besonin se do të kishte një pas disa vitesh ku ato do të ishin aty për të vjell frutat. Zonja Drita u shfaq në derën e kuzhinës. Zoti Ardian, keni një telefonat. Është nga doktor Kërçova. Ardiani hezitoi. Nuk i kishte çuar vajzat për konsult mjekësore prej 3 javësh. Kishte anuluar takimet e fundit sepse ato dukeshin aq mirë sa nuk donte të rrezikonte ndërprerjen e progresit. Mund t'i thuash se do ta marr unë në telefon? Kërkoi ai. Ai tha se është e rëndësishme. Për analizat e vajzave. Ardiani ndjeu një therrje ankthi. Çfarë analizash? Ai nuk kishte autorizuar asnjë analizë së fundmi. Elena vuri re shqetësimin e tij. Shko përgjigju. Ne do të vazhdojmë këtu. Ardiani hyri në shtëpi me zemrën që i rrite shpejt. Doktor Kërçova kur nuk telefononte nëse nuk ishte diçka serioze. Doktor Kërçova? Ardian Meta. Ardian, mirë që të dëgjova.
Dëgjo, telefonova sepse jam i shqetësuar. Ju keni munguar në 3 konsultat e fundit të caktuara. Si janë vajzat? Ardiani mori frymë i lehtësuar. Nuk ishte një urgjencë mjekësore. Doktor, të them të drejtën, ato janë shumë më mirë. Kam punësuar një kujdestare të re dhe... Ardian, zëri i mjekut u bë serioz. E di që po përpiqesh t'i ndihmosh vajzat e tua, por nuk mund ta ndërpresim ndjekjen mjekësore. Gjendja e tyre ishte shumë e rëndë. Duhet të monitorojmë nëse nuk ka pasur rikthim. Por doktor, ato po hanë normalisht, po flen pa makthe, po flasin, po luajnë. Ardian, ti nuk je mjek. Mund të ketë shenja që ti nuk po i vë re. Duhet t'i ekzaminoj vajzat këtë javë. Do t'a ricaktoj për të premten. Ardiani shikoi nga dritarja dhe pa vajzat e tij duke mbjell lule, duke biseduar me gjallëri, duke u dukur si fëmijë normal dhe të shëndetshëm. Në rregull, doktor. Të premten. Kur mbylli telefonin, ndjeu sikur një re e zezë kishte kaluar mbi ditën me diell. Po sikur doktor kërcova të gjente diçka që nuk shkonte. Po sikur të vendoste se Elena nuk ishte e kualifikuar për të kujdesur për vajzat. Po sikur të rekomandonte shtrim në spital ose ilaçe që do t'i bënin të ktheheshin pas. Ardiani u kthye në kopsht duke u përpjekur të fshite shqetësimin e tij, por Elena e kuptoi menjëherë se diçka nuk shkonte. Gjithçka në rregull, pyeti ajo në mënyrë diskrete, ndërsa vajzat ishin të shpërqendruara duke zgjedhur se ku të mbillnin disa fidane lule dielli. Mjeku i vajzave dëshiron t'i shohë të premten. Jam i shqetësuar për atë që ai do të mendoj për gjithë këtë. Elena pohoi me mirë kuptim. Keni frikë se ai nuk do t'i miratoj metodat që po përdorim? Kam frikë se ai do të dojë të ndryshoj diçka. Vajzat janë kaq mirë tani. Ardian, Elena përdori emrin e tij për herë të parë, gjë që e befasoi. Pavarësisht se çfarë do të thotë mjeku, progresi që kanë bërë vajzat tuaja është i vërtetë. Askush nuk mund t'ua heqë këtë. Por po sikur ai të dojë t'i shtrojë në spital, ose të përshkruajë ilaçe të rënda, atëherë do të kesh një vendim të vështirë për të marrë. Por mbaj mend, ti je babai i tyre. Vendimi përfundimtar është i yti. Ardiani vëzhgoi besën duke i shpjeguar Klarës se si të mbillte farat e lulediellit në thellësinë e dur. Sofia po këndonte një këngë që e kishte mësuar nga Elena ndërsa u iste parcelat e reja. Ishin skena normaliteti që ai kishte menduar se nuk do t'i shite më kurrë. Elena, mund t'ju pyes diçka personale? Ajo ndaloi së luajturi me dheun dhe e shikoi. Sigurisht. A e quat vajzën tuaj të shumë mjek? Gjatë sëmundjes së saj? Elena mbylli syt për një moment, sikur po përgatitej të zhytej në kujtime të dhimbshme. E çova te të gjithë mjekët e mundshëm. Bëra të gjitha trajtimet që rekomanduan. Ndoqa të gjitha protokollet. Zëri i saj u ul. Dhe prap se prap, nuk ishte e mjaftueshme. A pendoheni për diçka? Elena mbeti në heshtje për një moment të gjatë, duke vëzhguar vajzat që luanin. Pendohem që kalova kaq shumë kohë nëpër spitale sa harrova të jetoja momentet e mira që ende kishim. Pendohem që u fokusova aq shumë te sëmundja sa lash pa parë fëmijën. Ajo e shikoi drejt për drejt Ardianin. Vajzat tuaja nuk janë të sëmura, Ardian. Ato janë të lënduara. Dhe plagët shërohen me dashuri, kohë dhe durim. Fjalët e saj e prekën Ardianin thellësisht. Gjatë muajve pas vdekjes së Mirelës, ai kishte trajtuar vajzat e tij sikur të ishin paciente terminale, jo si fëmijë të zis që kishin nevojë për dashuri. Pas dite, Elena sugjeroi diçka që i befasoi të gjithë, të bënin një piknik në kopsht. Zonja Drita përgatiti sanduiçe, lëng natyral dhe disa fruta. Ata shtruan një mbulesë me katror në pemën e fikut dhe u ulën të gjithë së bashku. Ishte një skenë që kujtonte piknikët që Ardiani dhe Mirela bënin me vajzat në vitet e para të martesës. Por këtë herë, në vend që të sillte trishtim, kujtimi solli një ndjenjë vazhdimësie, sikur po nderonin të kaluarën ndërsa ndërtonin diçka të re. Elena, tha Besa papritur, a mund të jetosh këtu për gjithmonë? Pyetja i zuri të gjithë në befasi. Ardiani ndjeu zemrën t'i rritë shpejt. Ai nuk kishte menduar se çfarë do të ndodhte kur Elena të vendoste se puna e saj aty kishte mbaruar. Elena buzëqeshi, por Ardiani vuri re një hezitim në sytë e saj. Unë do të qëndroj për sa kohë të keni nevojë për mua, u përgjigj ajo me kujdes.
Po si do ta dim ne kur të mos kemi më nevojë, pyeti Klara. Mendoj se do ta dini. Kur të ndiheni mjaftueshëm të forta për të kujdesur për kopshtin vet, për të kujdesur për njëra tjetrën, për të kujdesur për baban tuaj. Sofia qeshi. Ne tashmë kujdesemi për babin. Dje i kujtova të lanë të dhëmbët. Ardiani buzëqeshi. Ishte e vërtetë. Ditët e fundit, vajzat e tij kishin filluar të tregonin përsëri shqetësim për të, ta përfshinin në aktivitetet e tyre, ta trajtonin si baba dhe jo si një figurë të largët dhe të zisë. Dhe çfarë do të bësh kur të ikësh nga këtu? Pyeti Besa. Elena mbeti mendueshëm. Do të kërkoj familje të tjera që kanë nevojë për ndihmë. Fëmijë të tjerë që kanë harruar si të buzëqeshin. Ardiani ndjeu një therrje xhelozie kur imagjinoi Elenën duke u kujdesur për fëmijë të tjerë me të njëjtin përkushtim që u kushtonte vajzave të tij. Por mund të na vizitosh? Pyeti Sofia. Sigurisht që mundem. Dhe ju mund të më dërgoni foto të bimëve që të shoh si po rriten. Kur dielli filloi të perëndonte, ata mblodhen gjërat e piknikut. Vajzat vrapuan brenda për të bërë dush, duke lënë Ardianin dhe Elenën vetëm në kopsht. Elena, duhet të them diçka. Ajo ndaloi së palosuri mbulesën dhe e shikoi me vëmendje. Nuk di si të falenderoj për atë që bëre për ne. Në 3 javë, ti ma ktheve familjen time. Familja jote ka qenë gjithmonë këtu, Ardian. Ju thjesht duhet të kujtonit si të lidheshit përsëri. Ardiani hezitoi, pastaj vendosi të ishte plotësisht i sinqert. Kam frikë se kur të ikësh. Se ato do të kthehen pas. Se unë nuk do të arri ta mbaj këtë, a i bëri me shenjën nga kopshti i lulëzuar, nga shtëpia që kishte filluar të kishte sërish jetë. Elena ju afrua. Ardian, shiko vajzat e tua sot. Shikoje me të vërtetë. Ato nuk janë më të njëjtat vajza që takova 3 javë më parë. Ato janë rritur, janë forcuar. Dhe ti gjithashtu. Unë nuk ndihem i fort. Ti ishe në kopsht me to sot. Duke marrë pjesë, duke qeshur, duke bërë plane. Kur ishte hera e fundit që kjo ndodhi para ardhjes sime? Ardiani kuptoi se ajo kishte të drejtë. Ai kishte kaluar muaj duke i parë vajzat e tij nga larg, sikur të ishin krijesa të brishta që mund të thyeshin nëse ai afrohej shumë. Elena e kishte mësuar se ato kishin nevojë për të ishte i pranishëm, jo i mbrojtur. Po sikur mjeku të dojë të ndryshojë gjithçka, atëherë ti do të mbrosh atë që është më e mira për vajzat e tua. Ti je baba i tyre, Ardian. Ti njeh ato më mirë se çdo mjek. Atë natë, Ardiani i vuri vajzat në gjumë për herë të parë në 2 vjet. Ishte një rutinë që Mirela e kishte bërë gjithmonë dhe që ai e kishte braktisur pas vdekjes së saj, duke u lënë dadove dhe infermiereve. Por sot, të trija kërkuan posaçërisht që ai t'u tregonte një histori. Ardiani u ul në krevatin e Besës me Klarën dhe Sofin të shtrënguara pranë motrës së madhe. Çfarë historie doni të dëgjoni? Na trego për princeshën që mbilte lule magjike, kërkoi Sofia. Ardiani rrudhi vetullat. Unë nuk e di këtë histori. Elena na e tregoi neve, shpjegoi Klara. Por duam ta dëgjojmë nga ty. Ardiani improvizoi një histori për një princeshë që kishte humbur mbretërinë e saj nga një shtrigë e keqe, por që zbuloi se mund ta rifitonte duke mbjellë lule që sillnin gëzimin përsëri te njerëzit. Ishte një histori e thjeshtë, por e ngarkuar me simbolizëm që vajzat e tij e kuptuan intuitivisht. Kur mbaroi, Besa e përqafoi fort. Babi, Elena është si princesha e historisë. Ajo na solli lulet magjike. Ardiani i puthi ballin vajzës. Dhe ju jeni princeshat që mësuat të mbillni lulet tuaja magjike. Kur doli nga dhoma e tyre, Ardiani u ndje më shumë baba se sa ishte ndjer prej shumë kohësh. Elena ishte në dhomën e ndenjes duke rregulluar çantën e saj për të ikur. Faleminderit, tha ai thjesht. Për çfarë? Që më mësove të jem sërish baba i vajzave të mia, Elena buzëqeshi. Ti ke qenë gjithmonë baba i tyre, Ardian. Thjesht ishe i humbur në dhimbjen tënde. Kur ajo doli, Ardiani qëndroi në verandë duke vëzhguar kopshtin nën dritën e hënës. Nesër do të ishte një ditë tjetër zbulimesh, një ditë tjetër rritjeje. Dhe të premten, ai do të duhej të përballej me doktor Kërçovën dhe të mbronte jetën e re që kishin ndërtuar së bashku. Por për herë të parë pas shumë kohësh, Ardiani ndihej i përgatitur për të luftuar për lumturinë e familjes së tij. E premtja mbërriti e ngarkuar me tension.
Ardiani kishte fjetur keq duke imagjinuar të gjithë skenaret e mundshëm për konsultën me doktor Kërçovën. Elena vuri re nervozizmin e tij dhe sugjeroi që vajzat të visheshin me rrobat e tyre të preferuara, sikur të ishte një ngjarje e veçantë, jo një konsultë mjekësore. Besa zgjodhi një fustan blu që Mirela ja kishte bler për ditëlindjen e fundit. Klara veshi një fund të valëzuar të verdh që e bënte të rrotullohej si një balerinë. Sofia zgjodhi një komplet roz me vizatime fluturash. Të gjitha ishin rrezatuese, duke biseduar me gjallëri për bimët e tyre gjatë rrugës për në klinikë. Ardiani vëzhgonte nga pasqyra e makinës 3 vajzat në sediljen e pasme, duke parë sa të ndryshme ishin nga fëmijët e shuar që kishte çuar te mjeku muaj më parë. A do të arrinte doktor Kërçova ta shite transformimin apo do të përqendrohej vetëm në protokolle mjekësore? Klinika e doktor Kërçovës ndodhej në zonën e bllokut, në një ndërtesë moderne. Kur mbërritën, sekretarja i priti me habi. Wow, çfarë vajzash të bukura! Jeni kaq të ndryshme nga hera e fundit që erdhët këtu. Ardiani ndjeu një lehtësim të përkohshëm. Nëse edhe sekretarja e kishte vënë re ndryshimin, ndoshta edhe mjeku do ta kuptonte. Në dhomën e pritjes, vajzat u sollën si fëmijë normal. Besa shfletoi një revistë, Klara rregulloi lodrat që ishin të shpërndara, dhe Sofia bisedonte me zë të ulët me një kukull që kishte marrë me vete. Nuk kishte shenja të ankthit paralizues që zakonisht tregonin në ambiente mjekësore. Familja Meta, thiri infermierja. Doktor Kërçova ishte një burr serioz, rreth 50 vjeç, specialist në psikiatrinë e fëmijëve. Ardiani gjithmonë e kishte respektuar profesionalisht, por sot ndihej sikur po mbronte vajzat e tij nga një gjykim. Ardian, mirë që të shoh. Dhe vajza, sa jeni rritur. Për habin e Ardianit, Besa u përgjigj, mirëdita, doktor Kërçova. Ju jeni mirë? Mjeku u duk vërtet i befasuar. Besa nuk fliste me të që nga konsulta e parë, muaj më parë. Jam shumë mirë, faleminderit. Po ti, si po ndihesh? Mirë. Ne kemi mbjell një kopsht në shtëpi. Doni t'i shihni fotot? Besa mori celularin e Ardianit dhe i tregoi fotot që kishin bërë të bimëve. Klara dhe Sofia u afruan, të emocionuar për të treguar për lulediellët e tyre dhe pemën e fikut. Doktor Kërçova i shikoi imazhet me vëmendje në rritje. E keni bërë gjithë këtë vetë? Elena na ndihmoi, shpjegoi Klara. Ajo na mësoi si të kujdesemi për bimët dhe të flasim me to. Elena? Ardiani u hodh përpara. Është kujdestarja e re që kam punësuar. Një qasje ndryshe, më njerëzore. Mjeku tundi kokën, por Ardiani vuri re një shqetësim në sytë e tij. E kuptoj. Mirë, le të bëjmë vlerësimin ton të zakonshëm. Gjatë orës së ardhshme, doktor Kërçova kreu një sër bisedash individuale me secilën vajzë. Ardiani qëndroi në dhomën e pritjes i shqetësuar, duke u përpjekur të merrte me mend nga toni i zërave që dëgjonte përmes derës se si po shkonte vlerësimi. Kur më në fund u thirr përsëri, mjeku ishte dukshëm i impresionuar. Ardian, ulu. Duhet të flas me ty. Ardiani u përgatit për më të keqen. Në 20 vjet karrierë, rrallë kam parë një transformim kaq domethënës te fëmijët me gjendjen që paraqisnin vajzat tuaja. Mjeku ndaloi për të mbledhur mendimet. Besa është komunikuese, tregon interes për të ardhmen, flet për nënën pa hyrë në panik. Klara ka rifituar shprehjet natyrale të fytyrës dhe ndërvepron shoqërisht. Sofia më tregoi një histori 10 minutëshe për një flutur që kishte parë në kopsht. Ardiani ndjeu sikur një peshë gjigante i u hoq nga supet. Pra, ato janë mirë? Më shumë se mirë. Po zhvillohen në mënyrë të shëndetshme. Ende e mbajnë dhimbjen e humbjes, sigurisht, por kanë mësuar të bashkëjetojnë me të në mënyrë konstruktive. Doktor Kërçova u përkul përpara. Ardian, çfarë saktësisht bëri kjo Elena? Ardiani mendoi për pyetjen. Si të shpjegoj me pak fjalë magjia e heshtur që Elena kishte sjellë në jetët e tyre? Ajo i trajtoi si fëmijë, jo si paciente. I mësoi të jetonin me mallin në vend që të shkatërroheshin prej tij. Ajo ka formim në psikologji? Terapi familjare? Jo me sa di unë. Ajo thjesht i kupton fëmijët që kanë kaluar humbje. Doktor Kërçova mbeti në heshtje për një moment. Ardian, pavarësisht metodave jo ortodokse, rezultatet janë të pamohueshme. Vajzat tuaja janë shëruar emocionalisht.
Ende rekomandojnë ndjekje çdo 6 muaj, por nuk shoh nevojë për ndërhyrje me ilaçe apo terapi intensive. Ardiani ndjeu lot lehtësimi t'i mbushnin sy. Doktor, mund të pyes diçka? Çfarë do të kishte ndodhur nëse ato do të kishin vazhduar në rrugën ku ishin më parë? Mjeku hezitoi. Ndoshta do të duhej të konsideronim shtrimin në spital për trajtim intensiv. Gjendja po përkeqësohej me shpejtësi. Ardiani doli nga klinika me një ndjenjë fitoreje absolute. Elena i kishte shpëtuar fjalë për fjalë vajzat e tij nga një fat që ai as nuk donte ta imagjinonte. Në rrugën e kthimit për në shtëpi, ndaluan në një akullore. Vajzat zgjodhen shije të ndryshme dhe u ulën në trotuar për të ngrënë, duke biseduar për gjithçka dhe asgjë, siç bëjnë fëmijët normal. Babi, tha Besa pa pritur, doktori pyeti nëse ne donim që mami të kthehej. Ardiani ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Dhe çfarë u përgjigjet? Unë thash se doja shumë, vazhdoi Besa. Por që nëse ajo nuk mund të kthehet, atëherë ne duhet të jemi të lumtura ashtu siç mund të jemi të lumtura tani. Fjalët e vajzës 7 vjeçare mbanin një mençuri që e la Ardianin të emocionuar. Klara lëpiu akulloren mendueshëm. Dhe unë thash se mamit nuk do t'i pëlqente nëse ne do të qëndronim të mërzitura për gjithmonë. Sofia, gjithmonë më e drejtë për drejta, shtoi. Unë i thash se mami e dërgoi Elenën për t'u kujdesur për ne ndërsa ajo nuk mundet. Ardiani shikoi 3 vajzat e tij dhe kuptoi se ato kishin gjetur një mënyrë të tyre për të kuptuar dhe pranuar realitetin e tyre të ri. Elena u kishte dhënë mjetet për të ndërtuar një narrativ ku humbja dhe shpresa mund të bashkëjetonin. Kur mbërritën në shtëpi, Elena i priste në kopsht me një surprizë. Kishte përgatitur një festë të vogël në ajër të hapur për të festuar muajin e parë të punës së saj në familje. Flamuj të vegjël me ngjyra ishin varur mes pemëve, tavolina ishte shtruar me një kek shtëpie dhe lule të freskëta nga kopshti zbukuronin çdo cep. Është festë, bërtiti Sofia, duke vrapuar për të përqafuar Elenën. Si shkoi te mjeku, pyeti Elena me zë të ulët Ardianin, ndërsa vajzat eksploronin dekorimin. Perfekt. Ai tha se ato janë shëruar. Elena buzëqeshi, por Ardiani vuri re diçka ndryshe në sytë e saj. Një lloj kënaqësie e përzier me trishtim? Festa ishte magjike. Vajzat i treguan Elenës të gjitha bimët që ishin rritur, i treguan për konsultën mjekësore, bën plane për shtesa të reja në kopsht. Zonja Drita ju bashkua për kekun, i cili ishte i shishëm, receta që Mirela bënte zakonisht, por që Elena ua kishte mësuar vajzave ta përgatisnin. Kur dielli filloi të perëndonte, Elena i mblodhi vajzat rreth tavolinës. Vajza, kam diçka të rëndësishme për të biseduar me ju. Ardiani ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Nga mënyra se si foli, ai e dinte se çfarë do të vinte më pas. Ai u kujtohet kur pyetet se si do ta dinit kur nuk do të kishit më nevojë për mua. Të trija pohuan me kokë në heshtje. E po, unë mendoj se ai moment ka ardhur. Jo, protestoi Sofia menjëherë. Ti nuk mund të ikësh. Elena u ul në gjunjë në lartësinë e vajzës dhe i kapi duart. Sofia, shiko përreth teje. Shiko kopshtin që keni krijuar, si kujdeseni për njëra tjetrën, si babai juaj ka filluar të buzëqesh përsëri. Ju nuk keni më nevojë për mua. Por ne të duam këtu, tha Klara me lot në sy. Dhe unë do të jem gjithmonë këtu, Elena preku gjoksin e Klarës në zemrën tënde. Gjithçka që kemi bërë së bashku, të gjitha gjërat që keni mësuar, këtë askush nuk mund t'ju heqë. Besa, gjithmonë më e pjekura, pyeti, do të kujdesesh për fëmijë të tjerë siç u kujdese për ne? Do të kujdesem. Ka shumë familje që kanë nevojë të mësojnë atë që mësuat ju. Ardiani u afrua. Elena, a je e sigurt? Vajzat të duan shumë. Unë ne do të donim që ti të qëndroje. Elena e shikoi me dashuri. Ardian, kur erdha këtu, ju ishit një familje e thyrë. Tani jeni një familje e shëruar. Puna ime këtu ka mbaruar. Kur do të ikësh, pyeti Besa, duke u përpjekur të ishte e guximshme. Nesër në mëngjes. Por para kësaj, kemi gjithë natën për t'u përshëndetur siç duhet. Ata e kaluan natën duke bërë gjëra të veçanta së bashku. Elena i mësoi vajzat të bënin biskota në formë lulesh, treguan historinë në pemën e fikut dhe bën një xhiro të fundit nëpër kopsht, duke kontrolluar çdo bim. Në kohën e gjumit, Elena shkoi me Ardianin për t'i vënë vajzat në shtrat për herë të fundit.
Elena, tha Besa kur ajo po dilte nga dhoma, a mund të marrësh një foto tonën? Që të mos na harrosh? Elena mori foton që ishte në komodin, një portret i kohëve të fundit i 3 vajzave duke buzëqeshur në kopsht dhe e futi në çantë. Faleminderit. Do ta ruaj për gjithmonë. Kur vajzat më në fund fjetën, Ardiani dhe Elena u ulën në verandë me 2 filxhan çaj. Si e di kur është koha për të ikur, pyeti Ardiani. Kur shoh se familja nuk ka më nevojë për një shpëtimtare, por për kohë për të rritur vetë. Elena shikoi kopshtin e lulëzuar. Vajzat tuaja do të vazhdojnë të rriten, Ardian. Dhe ti do të vazhdosh të jesh një baba i mrekullueshëm. Ju nuk keni më nevojë për mua. Po sikur të lindë ndonjë problem? Po sikur ato të kthehen pas? Ato nuk do të kthehen pas. E di pse? Sepse ato nuk po ndjekin thjesht një recetë që solla unë. Ato kanë krijuar mjetet e tyre për të përballuar jetën. Ardiani mbeti në heshtje duke përthithur fjalët e saj. Elena, mund të pyes diçka që gjithmonë kam dashur ta di? Sigurisht. Çfarë bën ti kur nuk je duke shpëtuar familje si e jona? Elena buzëqeshi me trishtim. Unë kujtoj vajzën time. Mbjell lule në balkonin e apartamentit tim të vogël. Ndonjëherë vizitoj varrezat ku është ajo. Dhe kërkoj familje të tjera që kanë nevojë për ndihmë. A ke arritur të bësh paqe me humbjen e saj? Elena mbeti mendueshëm për një moment të gjatë. E di, Ardian, kur humba Noemin, mendova se edhe jeta ime kishte mbaruar. Kalova 2 vjet vetëm duke ekzistuar. Pastaj fillova të punoj me familje të tjera dhe kuptova se çdo fëmijë që ndihmoja ishte një mënyrë për të nderuar kujtimin e saj. Prandaj e bën këtë. Prandaj e bëj këtë. Noemi nuk mund të rritet më, nuk mund të mbjell më lule, nuk mund të buzëqesh më. Por sa herë që shoh një fëmijë të kthehet të buzëqesh, është sikur një pjesë e saj vazhdon të jetojë në boll. Ardiani kuptoi se Elena kishte gjetur mënyrën e saj për ta transformuar dhimbjen në diçka të bukur. Të nesërmen në mëngjes, Elena u përgati të largohej. Gjërat e saj të pakta ishin tashmë në çantën e copës, të njëjtën me të cilën kishte mbërritur një muaj më parë. Vajzat e prisnin në kopsht, secila duke mbajtur një vazo të vogël me një fidan që e kishin përgatitur si dhuratë. Është që ta mbjellësh në shtëpinë tënde, shpjegoi Besa. Kështu do të na kujtosh çdo ditë. Elena i mori vazot me lot në sy. Vajza, ju jeni dhuratat më të veçanta që kam marrë ndonjëherë. Ata u përqafuan në grup dhe Ardiani kuptoi se nuk ishte një lamtumir e trishtuar, por një lamtumir mirënjohjeje. Elena, tha Klara, kur lulediellët tanë të bëhen shumë të mëdhenj, do të dërgojmë një foto. Dhe kur pema e fikut të jap fruta, ti duhet të kthehesh për të ngrënë me ne, shtoi Sofia. Elena pohoi me kokë se po, megjithse të gjithë e dinin se ajo ndoshta do të ishte duke u kujdesur për familje të tjera kur kjo të ndodhte. Ardiani e shoqëroi deri te porta. Kur arritën atje, ajo u kthye nga ai. Ardian, faleminderit që më besove. Unë të falenderoj. Ti ma ktheve familjen time. Elena shikoi për herë të fundit shtëpinë, ku vajzat i bënin me dorë nga dritarja dhe pastaj Ardianin. Ato do të jenë mirë. Dhe ti gjithashtu. Ardiani e pa të largohej nëpër rrugën me pemë të zonës së liçenit të Farkës, duke mbajtur fidanët e saj dhe çantën e copës, gati për të gjetur një familje tjetër që kishte nevojë të rizbulonte shpresën. Kur u kthye në shtëpi, gjeti vajzat në kuzhinë duke përgatitur mëngjesin vetë për herë të parë. Babi, menduam të bëjmë petulla për ta filluar ditën mbar, tha Besa, duke marrë rolin e motrës së madhe me natyrshmëri. Ardiani u ul në tavolinë dhe vëzhgoi vajzat e tij duke punuar së bashku, duke u kujdesur për njëra tjetrën, duke e përfshirë atë në bisedat e tyre. Elena kishte të drejtë, ata nuk kishin më nevojë për shpëtim. Kishin nevojë vetëm të vazhdonin të rriteshin së bashku. 6 muaj më vonë, Ardiani mori një letër të thjeshtë, pa dërgues. Brenda ishte një foto, 3 luledielli të mëdhenj të mbjell në një apartament të vogël, me një mesazh në anën e pasme, fidanët e vajzave janë bërë të mrekullueshëm. Shpresoj që edhe ato të jenë. Me dashuri, Elena. Po atë ditë, Besa, që tani ishte 8 vjeç, ishte në kopsht duke mbledhur borzilok për të ndihmuar zonjën Drita në darë. Klara, 6 vjeç, këndonte ndërsa u iste bimët. Sofia, tani 5 vjeç, kishte vizatuar një familje të lumtur për ta varur në frigorifer.
Pema e fikut ishte rritur dhe premtonte të jepte frutat e para vitin e ardhshëm. Ardiani shikonte gjithë këtë nga dritarja e kuzhinës, duke kujtuar burrin e dëshpëruar që kishte intervistuar Elenën muaj më parë. Ai burr kishte humbur një grua dhe gati kishte humbur vajzat nga dhimbja. Ky burr kishte mësuar se dashuria nuk vdes me humbjen, ajo thjesht transformohet. Mirela vazhdonte të ishte e pranishme në kujtesën e familjes, por tani si një burim force, jo trishtimi. Bimët e saj lulëzonin në kopshtin e kujdesur nga vajzat, receta e saj e kekut bëhej çdo të diel dhe historitë e saj tregoheshin para gjumit. Elena e kishte përmbushur premtimin e saj të heshtur, kishte mbjell shpresë aty ku më parë kishte vetëm dhimbje. Kishte mësuar një familje të jetonte përsëri. Dhe diku në Tiranë, ajo ndoshta po bënte të njëjtën gjë për një familje tjetër që kishte nevojë të rizbulonte se jeta, edhe pas humbjeve më të mëdha, ende mund të ishte e bukur. Të dashur dëgjues, shpresojmë që udhëtimi i familjes Meta t'ju ketë prekur thellë në zemër. Kjo histori na kujton se edhe në momentet më të errëta të jetës, kur dhimbja duket se na konsumon plotësisht, ende ekziston shpresa. Elena na mësoi se shërimi nuk vjen nga formula magjike apo zgjidhje të shpejta, por nga prania e vërtetë, dashuria e pakushtëzuar dhe durimi për të lejuar çdo person të gjejë rrugën e tij të kthimit në jetë. Nëse kjo rrëfim zgjoj emocione tek ju, nëse njohet pjesë të udhëtimit tuaj në fjalët që ndam, lini një pëlqim për të na treguar se histori si kjo bëjnë ndryshim. Abonoheni në kanalin ton për të mos humbur historitë e ardhshme që sjellin dritë në cepat më të thellë të përvojës njerëzore. Dhe në komente na tregoni, cili ishte momenti që ju preku më shumë në zemër? Çfarë mësimi do të merrni nga kjo histori të kalimi dhe rilindjeje? Çdo ditë, ne sjellim rrëfime intensive dhe transformuese që festojnë forcën e jashtëzakonshme që ekziston brenda secilit prej nesh. Ju presim në episodin e ardhshëm, ku një familje tjetër do të zbulojë se dashuria e vërtetë është e aftë të shërojë çdo plagë.